Shëndeti mendor dhe kujdesi i përditshëm për shëndetin psiqik është baza e mirëqenies fizike. Për këtë do të flasim me psikologën Gyltene Dërguti. Gyltene, mirë se erdhe në Narracion. Mirë se ju gjeta. Kam kënaqësinë që jam bashkë me juve në këtë emision. Jeni ndër zërat më të njohur sa i përket angazhimit tuaj si psikologe. Pse vendoset ta studioni këtë fushë? Në fakt, arsyeja e studimit është një rrugtim i gjatë, por thelbi i kësaj qëndron në dëshirën për me ndihmu njerëzve. Në thelb kësaj. Si fëmijë e kam përmend disa herë që është e zakonshme që nxënësit e shkëlqyshëm të orientohen në mjeksi. Dhe edhe familja, edhe mësuesja e parë që unë kam pas, gjithë ata më kanë referu edhe më kanë rekomandu që ki më bëhet doktoresht. Edhe më bëj mend si fëmijë që gjithmonë e kam imagjinu veten me mantel të bardhë, shamin e bardhë në kokë, jo me ngjyra, siç e veshi tash, edhe stetoskopin në qafë. Por gjithmonë e imagjinoja veten duke bashkëbisedu me pacientin. Edhe në atë kohë nuk është që ka pas të na shërbime psikologjike në fëmijërinë time dhe nuk është që e kom ditë se çka është psikologu. Por ndihmën të njerëzve dhe efektin që bën mbështetja psikologjike, këtë e kom ditë shumë mirë. Tu marr shembull edhe familjen time edhe rrjetin shoqëror ku kam jetu. Mandej me përfundimin e shkollës fillore që atëherë ka qenë 8 vjeçore, kam shkuar në Sarajevo. Dhe atje për një kohë të shkurt ka fillu lufta, e kam ndërprej atje, mandej kam shkuar në Turqi, edhe atje kam vazhdu shkollimin. Dhe atje duke i pa, domethënë që vazhdimisht kur ka pas vështirësi një nxënës, domethënë konviktin kur unë kam banu, gjithmonë kam qenë afër atyre dhe e di që domethënë një herë ka ardhur edhe drejtoresha ose ka pas edhe raste më shumë se një herë, kur më ka kërkuar ndihmë, sidomos me studentat e huaj, po me nxënësit e huaj, për me ndihmu me zgjidh problemet. Kanë qenë disa shkatësi që i kam pas të nështë pak trashëgume prej familjes edhe të perfeksionume me kalimin e kohës. Edhe mandej atje sa kam qenë gjatë shkollimit, domethënë unë njoftova me rolin e psikologut, me rëndësinë e saj edhe aty kam vendosur, domethënë që unë me studiu psikologjinë, domethënë edhe kam menduar që kjo është ajo fusha ku unë ndjej dhe përjetoj kënaqësi duke ju ndihmuar të tjerëve. Kështu që kështu kam vendosur që me studiu mandej fakultetin e psikologjisë atje. A ka nevojë psikologu të shkojë tek psikologu? Një pyetje e rëndësishme. Ne mësojmë një parem, në fakt, çdo student i psikologjisë u mësojmë që të parem, që çdo individ ka nevojë për një psikolog. Sepse ne e dimë që ne për një kohë të gjatë nuk e gjykoj askënd as shoqërinë tonë, për shkak se ne kemi pas disa faktorë shoqëror, familjar, që e kanë mbrojtur shëndetin mendor më herët. Dhe rrethonat cilat ne kemi jetu, si popull, si shtet, e kanë pas të vështirë, ndoshta edhe nuk është zhvilluar më herët shërbimi psikologjik. Dhe për këtë arsye ka pas një stigmë, një mendim, që vetëm ata që janë të çmendur ose ata që kanë një prapambetje mendore duhet me kërku ndihmë te psikologu. Por më them që të dy kategori në atë periudhë, domethënë periudhën e para luftës po flas, kanë marrë shërbime sepse ajo ka qenë e patjetërsueshme. Ndërsa kur vim te nevoja e individit, çdo individ pa marrë parasysh, sepse edhe një stres i vogël, një dilemë për një çështje brenda familjes ose profesionale, është nevojë për me kërku ndihmë te psikologu. Mos flas për kategori, domethënë çrregullime të tjera. Dhe kjo bën individin që pa dallim çdo individ me pas nevojë për psikolog. Ndërsa ne si parë mësojmë që psikologu ka nevojë për 2 psikolog. Për çfarë arsye? Sepse edhe ne jemi individ një familjes, i përkasim shoqërisë, edhe ne mund të kemi hallat edhe problemet tona të cilat e vojnë të nevojshëm brenda atij parimit që çdo individ ka nevojë për një psikolog. Psikologu i dytë na duhet për arsye të ngarkesës profesionale. Se çdo psikolog është në një farë forme i rrezikuar me kalimin e kohës që me u konsumu për shkak të natyrës së ndjeshme të punës që ne ofrojmë shërbim. Sepse është e pamundur çdo ditë, domethënë ne mirremi me natyrë vazhdimisht dëgjojmë gjëra negative. Dhe nëse je njeri, është e pamundur pa u ndikuar emocionalisht prej asaj, kështu që e ka të nevojshme edhe psikologun e dytë për ndihmë qoftë edhe për teknika profesionale. Tash është domethënë specializimi i supervizionit, cilën edhe unë kam të përfunduar, por me mbikëqyr psikolog me mbështet ata edhe në aspektin emocional, edhe me ndihmu domethënë për trajtimin e duhur të klientëve që ata ofrojnë ndihmë. Sipas UNICEF-it, rreth 15% e fëmijëve në botë kanë aftësi të kufizuara. Cilat janë sfidat më të zakonshme që përjetojnë familjet me këta fëmijë? Tash në fakt edhe në Kosovë kemi një numër
konsiderueshëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe janë disa kategori. Do të thonë edhe shpeshherë ndoshta nuk i njohim ne të gjitha kategoritë e aftësisë kufizuara. Ato që na bin sy ndoshta më shumti i shohim fëmijët që janë në karrocë, ose për shembull fëmijët me autizëm që është domethënë një pasqyrë më e theksuar, mirë po edhe kemi numër të konsiderueshëm të çrregullimeve të tjera, të kufizimeve të tjera që prindërit ose familja ballafaqohen edhe shoqëria me to. Normalisht sfida kryesore e këtyre familjeve është diagnostikimi. Domethënë kur ata për herë të parë e pranojnë, e marrin një lajm që fëmia e tyre, domethënë nëse është nga lindja ose qoftë edhe më vonë. Kur e marrin informatën prej profesionistit shëndetësor që fëmia diçka nuk është në rregull. Edhe janë disa faza që i përcjellin, ndoshta është mirë me bisedu, me diskutu për këta. Faza e parë, cilën ata e përjetojnë, është faza mohimit. E kanë të vështirë me e pranu që me të vërtet diçka nuk është në rregull me fëmijën e tyre. Edhe kjo fazë, do të thonë, në këtë fazë personi mundet me mendu që jo, ndoshta nuk është e vërtet, nuk është e mundur, ose pse bashkë mua nuk e ka meritu. Varësisht, do të thonë, pas kësaj faze vjen një pjesë e pranimit pjesërisëm ne e quajmë. Do të thonë, kur e shet që fillon me e pranu që s'është diçka në rregull me fëmijën e tij ose të saj, edhe në këtë fazë mandej fillon me zhvillu ndjenja. Do të thonë, ndonjëherë zhvillojnë depresion, do të thonë, ndonjëherë mund të jetë faza ose edhe zemërimit një jetë ndryshe. Në këtë fazë individet hidhrohen edhe zemrohen me çdo kënd që e kanë rreth vetes. Mund zemrohen për që ato, do të thonë, ne shohim që shpeshherë kanë konflikte edhe me personelin shëndetësor, si rezultat i vështirësisë së pranimit të realitetit. Do të thonë, fajsohen edhe anëtarët e familjes për mos përkrahje, fajsohen institucionet shëndetësore, kanë problem, do të thonë, edhe kur e shohin dikën tjetër që është shëndosh edhe është mirë. Janë disa faza, do të thonë, disa elemente që ata i përjetojnë gjatë kësaj faze, por në thelb, do të thonë, në brendi është ndjenja e fajit që ata e posedojnë në raport me fëmijën e tyre. Do të thonë, shpeshherë në thellësi të tyre, do të thonë, është një ndjenje e fajit çka kam bënë diçka gabim, që fëmia jem është në këtë gjendje të tillë apo tjetri. Edhe mandej është faza e pranimit. Do të thonë, kur ata e pranojnë që realisht, do të thonë, e kanë një problem me cilin duhet të ballafaqu, edhe atëherë fillon, do të thonë, kur fillon me pranu si realitet, fillon edhe faza e menaxhimit. Do të thonë, kur individet i menaxhojnë stresin e tyre, edhe mandej kërkojnë ndihmë. Tash, unë po flas për këto emocionale në këtë periudhë që ajo është sfida kryesore. Mirë po, sa i përket shërbimeve, unë e përmenda edhe më herët që në Kosovë shërbimi psikologjik është i ri, domethënë dikun mas luftës, edhe ka shërbime të pamjaftueshme. Edhe ato shërbime që janë, domethënë, edhe nuk janë të mjaftueshme dhe nuk i plotësojnë kriteret sa duhet, nuk kemi edhe profesionistë të trajnuar në secilën lëmi që mund t'i ofrojnë ndihmë, sidomos po flas për shërbimet psikologjike. Për shembull, fëmijët që kanë aftësi të kufizuara, janë të detyruar, domethënë, shpeshherë për shkak të numrit të madh të klientëve me një institucion me prit në radhë. Gjë që për ata është tepër me emergjencë edhe për fëmijën edhe për familjen, që ai fëmijë me pas prioritet, qoftë për vlerësim, qoftë edhe për trajtim. Në shumicën e institucioneve shtetërore apo publike nuk ofrohet shërbime psikologjike për fëmijët me aftësi të kufizuara. Do të thonë, mund bëhet një vlerësim, mund bëhet plasim disa analiza, edhe kjo e bën edhe më të vështirë, është edhe më sfiduese për prindërit edhe familjen të cilët e kanë një fëmijë ose një person me aftësi të kufizuara. Sepse ata mandej detyrohen nëpër institucione private të kërkojnë ndihmë, edhe aty, do të thonë, disa organizata jo qeveritare të cilat ofrojnë ndihmë janë punojnë me baza projektesh, kështu që, do të thonë, ndoshta një fëmijë me aftësi të kufizuara mund të marrë shërbim vetëm 6 muaj, mas 6 muajve nuk ka shërbim për to, ose një vit edhe prap nuk ka shërbime, edhe gjatë asaj kohe prap nuk janë të gjitha shërbimet të cilat mbulohen, kështu që çka ndodh për familjen është sfiduese, sepse ata duhet me bredh në institucione të ndryshme, organizata të ndryshme, dhe tjetër është aspekti material, që këto shërbime mandej duhet janë barre familje, sepse nuk ka mbështetje të mjaftueshme. Sado që i kanë disa pensione, domethënë invalidore që ekziston, është kostoja e shpenzimeve shumë më e lartë se sa ajo që marrin nga shteti. Dhe prindrit domethënë detyrohen që mandej me kërku qoftë ndihma materiale dikun, ose ka prej atyre që s'kërkojnë ndihma edhe fëmia mbetet pa i marrë shërbimet e duhura. Shpeshherë, domethënë, ne duke e parë se gjendja ekonomike sa është vështirësuar në trojet tona,
Ne e dim që domethënë shpeshherë pa punu të dy çiftet, domethënë pa punu edhe burri dhe gruaja, është e vështirë me mbjetu gjendjen materiale. Mirë për në këtë raste, dikujt i bie barra më shumë se dikush do të më kujdes për fëmijët, sepse nuk ka asistent, domethënë person për fëmijët me aftësitë kufizuar që i përcjell ata. Dhe në këtë rast roli më i madh dhe përgjegjësia më e madhe i bie nonës. Babaja merr përgjegjësinë që mundu me siguru aspektin material, ndërsa nona domethënë qoftë nëse ka pas edhe një karrierë të bujshme apo synime për zhvillim në karrierë, ato domethënë stagnohen, edhe nona është ajo që kujdeset, domethënë komplet kujdesin edhe barrën e kujdesin ndaj fëmijës e merr ajo vet. Kështu që domethënë edhe kjo është një sfidë shtesë me të cilën ballafaqohen familja. Studimet tregojnë se prindërit e fëmijëve me aftësi të kufizuara përballen shpesh me lodhje dhe stres të shtuar. Si ndikojnë këto sfida në përditshmërinë e tyre? Sigurisht domethënë duke pas parasysh që nuk ka mbështetje të duhur. E para domethënë është ajo stresi që na e përmendëm edhe më herët për çështjen e diagnostikimit. Sigurisht që ata do të jenë të brengosur për të ardhmen e fëmijës tyre, janë të brengosur edhe për aspektin material. Mirë, po kur stresi zgjat edhe para ballafaqohen me barriera të njëpasnjëshme, kjo e rrit nivelin, domethënë mundet me ndiku që prindërit me zhvillu ankth, mundet me ndiku që prindërit të zhvillojnë depresion, ka PTSD ose çrregullim të përshtatjes, domethënë mund të zhvillojnë çrregullime të ndryshme të shëndetit mendor, si rezultat i ngarkesës emocionale që ata e përjetojnë në përditshmëri. Domethënë në rastet kur ka stres, sigurisht domethënë ndonjëherë edhe kjo mungesa pamundësia në fakt e ndarjes së roleve dhe me mbështetje prej shtetit, derisa i vjen para përgjegjësisë të dy në çift, atëherë domethënë shpeshherë kanë edhe konflikte dhe mosmarrëveshje në çift në raport me këtë. Por ndonjëherë janë edhe qëndrime të ndryshme, sepse kur i përmendon fazat e pranimit të një çrregullimi, po më të një stresit të tillë, mund të jetë domethënë që nona më herët e pranon që fëmia ka probleme dhe kërkon ndihmë, por baba mund të ketë qëndrime të ndryshme dhe ai të jetë akoma në fazën e mohimit. Edhe nuk është i gatshëm që ai me luftu që fëmijën me e çu në trajtim edhe me bë ato, domethënë ndërhyrjen e duhur. Kështu që edhe kjo bëhet ndonjëherë shpesh, sikur në çifte tjera të zakonshme, qëndrime të ndryshme rreth edukimit ose trajtimit bëhet një çrregullim, po mendoj një vështirësi shtesë këtyre çifteve. Kërkimet tregojnë se shëndeti mendor i prindërve mund të përkeçohet në mungesë të mbështetjes. Cilat pasoja të dukshme i ka kjo? Sigurisht ne e përmendëm edhe nëse nuk ka mbështetje institucionale, që në fakt në vendin tonë mbështetja institucionale është shumë e mangët, është shumë e cekët. Dhe nëse nuk kanë mbështetje të mjaftuar. Një prej problemeve kyçe që është, domethënë derisa ata duhet marrin mbështesë në për organizata jo qeveritare, që tash ato me bazat projektit, duhet shpeshherë të kërkojnë ndihma materiale, domethënë edhe në formë publike. Dhe çka ndodh në këtë rast? Kjo kthehet edhe retrograd, domethënë në një formë që e kërcënon privatësinë e tyre, qoftë privatësinë e fëmijës, qoftë privatësinë e prindërve dhe të familjes. Edhe në këtë rast, domethënë, ata edhe kanë keqardhjen, domethënë për shëndetin e fëmijës tyre, e kanë keqardhjen që duhet, domethënë, me ushtri dorën për aspektin material, por në anën tjetër është edhe stigma që fuqizohet mandej, domethënë duke e parë tjerë që ata janë persona që kanë kërkuar ndihmë. Për shembull, ne kemi pas rast kur një fëmijë i cili ka qenë i vogël me probleme shëndetësore madhore, nuk po e përmendet tash smundjen, edhe është dashat, ai nuk ka pas shërim brenda Kosovës edhe ai ka dërguar jashtë shtetit. Edhe normalisht prindër prej dëshirës që me ofru ndihmë fëmijës tij, është publiku fotoja dhe kështu ndodh zakonisht rëndom që publikohet fotografia ose ndonjë video e caktuar që populli me u bind që me të vërtet ka nevojë. Edhe do në Zoti domethënë që ai fëmijë jashtë shtetit domethënë për një kohë gjatë trajtohet edhe kthehet i shërum në vendin tonë. Edhe mandej mas një kohë fillojnë me bullizu fëmijët e klasës ose shokët e shkollës, duke i thonë që po jam ka dhënë parë për shërimin tënd ose familja ime ka kontribu për shërimin tënd. Edhe kështu që e ndikon mandej me u kthy në një izolim emocional që këtë kosto përsëri e bojnë prindrit. Qoftë aspektin emocional, domethënë ngarkesën emocionale të aty në fëmijëve, qoftë domethënë edhe ata ndihen të stigmatizuar prej rrjetit shpeshherë për shkak të problemeve që ata ballafaqohen. Çrregullimet e trashëguara a pranohen më lehtë nga ana e prindërve?
Në fakt, nuk mund të themi që pranohen me lehtë, pavarësisht për individit, sepse ka shumë faktorë sa i përket pranimit që ndikojnë faktorë të reziliencës ne i quajmë të individi. Mirë po ndonjëherë problemet të trashëguara din me qenë konflikti kyç në çift. Krejt varet edhe individi sa mundet me pranu, është një gjë që është shumë e rëndësishme. Tash edhe unë vetë si psikologe gjatë intervistimit, kur intervistoj prind, ne i pyesim nëse ka dikush në familje, qoftë ka krohu ana e nanës, qoftë nga ana e babës, edhe shpeshherë hezitojnë me na e dhënë këtë përgjigje. Ajo që është më rëndësishme, ne nuk jemi fajtor, kushdo, nëse ne trashëgojmë një çrregullim, sepse edhe çrregullimet, edhe smundjet trashëgohen njëjtë si kur ngjyra e syve, ose flokëve, ose konstrukti i trupit. Dhe ne nuk jemi fajtor, as nuk e zgjedhim askush, as prindin, as nuk e zgjedhim çrregullimet që ne i trashëgojmë. Ajo që ka rëndësi është që ta kuptojmë thelbin e problemit, sepse ne kur e dim, një profesionist shëndetësor, kur e din thelbin e problemit, trajtimi është atëherë shumë më i sigurt edhe e din se cili është plani i punës me e trajtu qëtë rast. Për këtë arsye është me rëndësi që ata prind të mos hezitojnë edhe të tregojnë atë, qoftë edhe në qeft, edhe pse mund hasin në konflikte, por prapë se prapë, kjo e ndihmon procesin për kërkim ndihme për trajtim. OBSH-ja raporton se 70% e individëve me probleme mendore nuk kërkojnë ndihmë për shkak të stigmatizimet. Pse ndodh kjo dhe si mund të adresohet? Tash, ne flasim se mendojmë që vetëm në shoqërinë tonë ka stigmatizim, edhe po mendohet që ne si popull, do me thonë nuk i kuptojmë këto probleme. Në fakt edhe fjala stigmë nuk ka ardhur prej neve, nuk e kemi prodhuar, ka ardhur prej perëndimit. Kështu që çdo kund ka paragjykime në raport me shëndetin mendor, por ndoshta ata për shkak se më herët e kanë zhvilluar shërbimet psikologjike, ajo është në shuarje edhe tek ne në Kosovë. Para faktorët psikosocial, rrethonat cilat ne kemi jetu, kanë qenë kontribues pozitiv në shumë raste për shëndetin mendor të na. Edhe kjo ka bërë që u kanë e çuditshme nëse dikush kërkon ndihmë te psikologu. Pak prej natyrës, prapë them, ndoshta të rrethonat që kemi jetu te ne përdoret termi me qenë i fort ose e fort, edhe mendohet që duhet m'ia dal vet. Mirë po, donjëherë kjo është prej arsyeve pse nuk kërkojnë ndihmë. Tjetra është në vendet ku janë rrethet e vogla, është e natyrshme që e njohin njëri tjetrin edhe i diskutojnë gjanat. Domethënë kjo ka qenë pjesë e kulturës, domethënë me i diskutu problemet. Qëllimi nuk është çdo herë negativ. Shpeshherë është qëllimi i mirë ata nxjerrin edhe teori për të ofruar ndihmë, pa marrë parasysh se a ja dalin gjithë me e ditë mënyrën e duhur për me ofruar ndihmë dikujt, nuk ja dalin. Edhe fakti domethënë mënyra që mos po më shohin dikush te psikologu, mos po mendojnë që unë jam i çmendur ose jam me prapambetje mendore, i bën personat që mos me kërku ndihmë. Domethënë shpeshherë kanë frikën edhe ndaj psikologut, se mendojnë që nëse i hapin sekretin, i hapin dilemat, mos edhe psikologu ka me gjyku, ose mos psikologu ka me i tregu dikujt tjetër që ai ka qenë në shërbim. Edhe unë personalisht ju them shpeshherë, nuk mund me të bëj ty transparente, s'kam ndonjë ilaç, me të bëj transparente që kur hyn të nxyrën time. Domethënë nëse të shet dikush që ti ke ardhur është shumë normale, por është me rëndësi që prej neve nuk dal fjalë për ato gjëra që diskutohen. Edhe i garantojmë çdo herë, dhe kjo është domethënë rregull i prerë që psikologu domethënë mos me diskutu gjërat me të tjerët për ato që fliten aty. Kështu që kjo është një thirrje që pa marrë parasysh se të tjerët këtë ju japet dhe përësi. Mund të mendojnë që me pas paragjykime nëse ti kërkon ndihmë te psikologu, është me rëndësi që ti mos me gjyku veten. Kur ti brenda vetes je i sigurt se keni vështirësi edhe mendon që psikologu mund të më të ndihmu ose qoftë edhe psikiatri në këtë rast, atëherë është me rëndësi që me kërku ndihmën e nevojshme. Sa është e zakonshme të përjashtohen persona të cilët janë me depresion ose ankth në shoqërinë tonë? Në fakt, sa i përket ankthit, nuk them, kam pa edhe shembuj shumë të mirë në shoqërinë tonë, që ankthi nuk është më pak paragjykohet, ndërsa depresioni gjykohet më shumë. Sepse shpeshherë nuk janë qoftë edhe çift, raportet në çift ose familja ku jeton, nuk janë në gjendje me kuptu depresionin sa është i rëndësishëm dhe sa të vështirë kanë, që ata me pas energji, me u zgju prej shtratit, me bë një punë ose një punë me e vazhdu, ose kontaktin me njerëz të tjerë. Edhe vështirësia më e madhe, domethënë rastet që më shumë të keq kuptohen janë rastet e depresionit, sepse konsiderohet si një dembelizëm,
konsiderohet si kur nuk ja don punën, ose nuk i don njerëzit, nuk i don mysafirët, e këshir veç interesin e vetë personal, mirë po për një person që është në depresion, është me të vërtet shumë e vështirë që ata edhe për fëmijën e vetë, që është qenja ma e dashur, edhe për fëmijën e vetë të ngriten edhe t'ju kryni shërbim ose afrimitet. Ndërsa edhe të onkthi, them prap, onkthi është për shkak se personi është në gjendje shumicën e rasteve me punu edhe me qenë ma aktiv, ka ma pak paragjykime rreth onkthit, më shumë e gjykojnë në rastet kur janë situata që i shkaktojnë ankth edhe ai nuk është prezent. Sikur për shembull ta zom e kanë shumë të vështirë ata që kanë ankth për shembull me dëgju lajme negative ose kur vdes dikush nëse ka zhvilluar domethënë fobi rreth vdekjes, e kanë problem se nuk shkojnë të pame ose në varrime, nuk marrin pjesë, edhe për një kohë gjatë për shembull mund të mos e vizitojnë atë familje. Edhe hasin në paragjykime sepse ai nuk po ma kupton dhimbjen. Në fakt ai është duke u përballë me një dhimbje të brendshme, për atë është shumë e rëndë nëse ballafaqohet me një situatë të tillë. Ose për shembull ka të tillë që kanë problem me marr pjesë në dasma, kanë problem në turma të njerëzve me marr pjesë për shkak të ankthit që kanë, ose të udhtojnë me autobus, edhe këto domethënë mund paragjykohen edhe të mos gjejnë mbështetjen e duhur për t'i kuptuar sepse ato nuk janë duke aktruar ose formën e llastimit, por është një gjendje emocionale që i vyn kohë me marr veten ose trajtimin e duhur derisa ta marr. Pse ndodh depresioni pas lindjes së një fëmije dhe a preken të gjitha gratë nga ky depresion? Dëgjoj, sa i përket depresionit pas lindjes, është mjaft i shpeshtë, domethënë ndonjëherë bazat fillestare mund t'i kenë që nga shtatzania. Sipas statistikave, çdo e 5 grua, domethënë një në 5 gra preket nga ky. Nuk është se preken të gjitha gratë, mirë po kjo ndodh për shkak të disbalancit hormonal. Shpesher grave mundohemi ja shpjegoj edhe me një gjuhë të thjeshtë. Nëse ju keni punu pundore ose e bëni një projekt, sigurisht që ju keni me u lodh prej qasoj dhe keni me u konsumu. Po kur bëhet fjalë që brenda organizmit tanë, po rritet një qenie njerëzore, edhe aty ka domethënë shumë investime brenda organizmit femrës, atëherë është shumë normale që me u përjetu këto ndryshime. Disa gra domethënë mund ta përjetojnë vetëm në muajin e parë pas lindjes, që quhet domethënë si episodi në anglisht i thojnë blue, po është domethënë një episod i melankolisë kur ndihen të mërzitura, ndihen pa energji edhe mas i muajit disa e marrin veten, ndërsa të tjera nëse vazhdon më shumë se një muaj atëherë dim që është depresion postnatal ose postpartum, që sigurisht në këto raste duhet të ketë detyrimisht ndihmë profesionale. Kjo është shumë e rëndësishme me e kuptu. E para me e kuptu që është diçka e natyrshme që është ndodh, edhe e dyta që është e domosdoshme ndihma profesionale. Dhe kur themi për ndihmë profesionale, është psikologu është dera e parë, edhe psikiatri është gjithashtu, sepse ndonjëherë te depresioni është e domosdoshme të përdoren terapi medikamentoze, krahas terapisë medikamentoze është mandej psikoterapia që ndihmon me i luftu me ndimet negative që personi i posedon. Studimet tregojnë se stresi kronik e rrit rrezikun për sëmundje fizike dhe mendore. Cilat janë shenjat më të zakonshme që duhet pasur parasysh? Si stresi, si çdo çrregullim tjetër, ne duhet me kuptu që brinat nuk dalin prej stresit. Kështu po e shpjegoj ma thjesht. Për stresi ka ndikim në organizmin ton. Edhe janë disa reagime fiziologjike që organizmi jon i prodhon në rastet kur ne përjetojmë stres. Stresin e kemi dy llojesh, është pozitiv ose negativ, edhe në streset që janë pozitive kur ne përjetojmë ta zom, një student që ka aplikuar në fakultet është pranu, edhe pse ka qenë ëndër e tij me u pranu në atë fakultet, përsëri ai person mund të përjetoj stres, sepse është një gjendje që neve na duhet me u përshtat, një përshtatje e re për këtë. Dhe jo çdo përshtatje është e lehtë, domethënë me u arrit. Ndërsa kur ngjonat janë negative, qoftë për shembull një sëmundje, e përmendëm për shembull diagnostikimin e fëmijës me një sëmundje të caktuar, ose një aksident, ose një rast vdekje, ose edhe ndarja për shembull në mërgjem që kemi rastet, krejt tu, për shkak se na në vyn një përshtatje të re, është stres, po ky stres është negativ. Tash, kur stresi negativ zgjat, është kronik, edhe zgjat shumë kohë, atëherë mundet domethënë te personi me zhvillu edhe çrregullime të shëndetit mendor, edhe çrregullime psikosomatike, smundje psikosomatike ne i quajmë. Dhe te çrregullimet e shëndetit mendor më të shpeshta janë ankthi,
mund t'jetë pandej me pasur depresioni, mund t'jenë domethënë edhe çrregullimi obsesiv kompulsiv ose çrregullime të tjera. Ndërsa kur flasim për smundjet psikosomatike, shpesh herë domethënë personat që një kohë gjatë ju kanë nënshtruar stresit kronik negativ, mund të zhvillojnë hipertension, domethënë që organizmi është krejt në rregull, është i shëndosh, por për shkak të stresit të vazhdueshëm, në problemeve emocionale mund të zhvillojnë hipertension. Mund të zhvillojnë diabet, ka alergji të ndryshme qoftë në lëkurë ose problemet me astëm, ulqera apo i thatin e lokët janë disa prej smundjeve që disa studime na tregojnë që mundet me variu deri te smundja e kancerit, që stresi mundet me ndiku me shkaktu. Pse ndodh kjo? Për shkak se stresi në mënyrë automatike e sulmon imunitetin. Domethënë ushtarët e imunitetit që ne kemi brenda organizmit. Kur kjo është e vazhdueshme, imuniteti bie dhe në momentin kur imuniteti bie, fuqia e organizmit për ta mbrojtur veten, atëherë mund shfaqet smundja autoimune që e sulmojnë, domethënë organizmin për brenda. Rreth 60% e individëve raportojnë se mbështetja sociale ndihmon në reduktimin e stresit. Si funksionon ky mekanizëm në praktik? Tash kur flasim për mbështetjen sociale, ne kemi domethënë një ndryshim përpara, domethënë në të kaluarën, problemet sociale domethënë janë trajtuar brenda familjes edhe rrjeti shoqëror. Edhe me kalimin e kohës, duke e parë domethënë 30 vjeçarin e fundit sa shumë ndryshime kemi mësuar, qoftë në strukturën familjare, qoftë në strukturët domethënë shoqërore dhe shtetërore, bara e përgjegjësisë i bie shtetit. Mirë po, a i kemi gjithë mekanizmat për mbështetje sociale të zhvilluar brenda vendit, ne nuk i kemi. Edhe mbështetja sociale është tregu shumë e suksesshme në mirëqenien e individëve të cilët përjetojnë stres ose familjet me aftësi, domethënë që kanë persona me aftësi të kufizuar brenda vetes. Në momentin kur këto janë në mungesë, atëherë tek individët sigurisht që kanë u zhvillu stres, edhe kanë me pas pasoja domethënë ato që i përmendëm edhe të tjera të shëndetit mendor ose psikosomatike. Mirë po, shpesh ajo që ka rëndësi, atë që unë i rekomandoj, jo të prisim gjithmonë. Është një thonje nga turqisht jam pëlqen shumë, thot nëse je pa rrugdalje, prodhoje një rrugdalje. Thonë jo çdo herë jemi edhe pse nuk gjenden gjithmonë kapacitetet tek prindi, tek personi që me e kërku mbështetjen sociale, por megjithatë është e rëndësishme që ata të hulumtojnë dhe të gjejnë qoftë organizatat jo qeveritare, qoftë personat bamirës, është treguar suksesshme për shembull teknikat e relaksimit që ata mund t'i përdorin, edhe ritualet fetare kanë një ndikim tepër të rëndësishëm si formë e mbështetjes sociale dhe të shoqërohen me grupe të cilat i kanë probleme të ngjashme me ata. Kjo shpeshherë është mbështetja më e madhe që ata mund ta marrin, sepse ndihen të kuptuar prej rrethit, ndihen të kuptuar prej personave, e ndjejnë veten që nuk janë vetë, jo pse ata gëzohen nëse dikush i ka probleme të ngjashme, por ndihen që pas ka edhe dikush tjetër të nuk jam me vetmja në këtë botë që po i përjetoj gjërat e tilla. Rutinat fizike si sporti, a mund të reduktojnë anksin dhe stresin? Aktiviteti fizik zë një vend shumë të rëndësishëm në menaxhimin e stresit. Janë treguar studime domethënë të fundit tash që lëvizje trupore, kur ne domethënë bëjmë aktivitet fizik, organizmi krijon proteina të cilat e forcojnë edhe sistemin imunitar. Mirë po ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në futjen e oksigjenit në trurin tonë. Domethënë sa më shumë që ne thithim oksigjen, valët e trurit janë pozitive edhe individi ndihet më i relaksuar. Kështu që aktivitetet fizike edhe ne si psikolog ju rekomandojmë gjithmonë që të paktën gjysmë ore në ditë me dalë me ecë në natyrë. Nuk e konsiderojmë ecje domethënë kur ti vrapon edhe nxiton për punë ose në përpunë të shtëpisë brenda shtëpisë. Kjo nuk e ka atë efekt. Mirë po dalja në natyrë edhe me ecë, kjo e ka një efekt tepër pozitiv që është ndër teknikat e relaksuese e pranuar shkencëtarisht. Trauma psikologjike mund të ketë pasoja fatgjata në funksionimin social dhe emocional. Cilat janë efektet më të zakonshme? Kur një individ përjeton një ngjarje traumatike, e para që është me rëndësi, ne kemi Epikteti e ka thonë një fjalë, një thënie shumë të rëndësishme. Nuk është ngjarja që neve na shkakton stres, po është mënyra që ne e përjetojmë një ngjarje.
është e pamundur gjatë jetës që ne mos me u ballafaqu me ngjarje traumatike. Dhe ngjarje traumatike e quajmë një ngjarje kur na e perceptojmë të rrezikshme për veten tonë, për njerëzit që i njohim në rreth, ose veç jemi prezant kur dikujt i ndodh një fatkeqësi. Për shembull, nëse një aksident trafiku ndodh, ti vetëm e sheh, nuk je prezant, nuk është personi i njohur, por veç për faktin që ti je prezant dhe e sheh ngjarjen si ka ndodhur, kjo mund të jetë traumë edhe për personin që është dëshmitari i ngjarjes. Janë disa simptoma që individi i përjeton në një ngjarje traumatike. E para është me rëndësi që dy gjanat ekstrem ndikohen, është rregullimi i gjumit dhe është rregullimi i ushqimit. Tek gjumi kemi dy ekstreme. Do më thonë, individi mund të mos flajë kohë gjatë, mos të marrë gjumi, ose kur flen, mund të ketë ëndra me përmbajtje negative, do më thonë që ëndra me përmbajtje të ngjarjes traumatike, ose të ngjashme, të cilat në ëndër i shkaktojnë ankth. Në momentin kur individi sheh një ëndër negative, organizmi reagon me reagime fiziologjike, qoftë për shembull mund të ketë rrora të zemrës, dridhje të trupit, nxehtësi, djersitje, të cilat pasi ai i del gjumi nga ëndra, i përjeton edhe i ndjen. Dhe kjo mund të kthehet një frikë e dy, domethënë, për shkak të ëndrës që ai ka pa. Ka raste kur për shembull për nga stresi, ekstremi tjetër i gjumit është që individi flan shumë. Edhe ndihet gjatë gjithë kohës i përgjumur. Faktori tjetër që e përmenda është edhe ushqimi. Në rastet e stresit, domethënë disa persona kur janë me stres, i humbet oreksi dhe si rezultat nuk kanë ushqim. Mund të abuzojnë me kafe, mund të abuzojnë me cigare, ka edhe sjellje të keq përshtatëre, siç është përdorimi i alkoolit ose drogës. Edhe këto i bojnë, domethënë, i shkaktojnë, domethënë, si mekanizëm për menaxhu stresin. Ndërsa është edhe ekstremi tjetër që disa persona kur janë në stres, hanë shumë. Edhe hanë pa kontroll dhe ky ushqim i pa kontrolluar, domethënë ndikon në mbipeshjen e individit, që mandej ka edhe nuk po flasim vetëm për dukjen e mbipeshjes, domethënë, por ka edhe smundje, domethënë, që mund të përcjellën me tutje. Mas ngjarjes traumatike individi e rikujton shpesh ngjarjen. Dhe rikujtimi i ngjarjes mund ta bëjë që ai ta ripërjetojë. Sa herë rikujton të ndihet sikur tash është të ndodhur ngjarja traumatike dhe me kalimin e kohës, domethënë, individi të izolohet nga aktivitetet shoqërore, nga aktivitetet sociale, mund ta kaploj një anhedoni, që është humbje e kënaqësisë për gjanat të cilat ai ka bërë përpara me kënaqësi, ka bërë me dëshirë. Edhe kështu që, domethënë, prej kësaj, mandej të zhvilloj edhe çrregullimet e tjera, siç është ankthi, mund të zhvillohen fobitë të ndryshme që lidhen me ngjarjen traumatike, për shembull, personi që ka pas aksident mund që tutje, domethënë, me pas frikë dhe me hyp në vetur, ose me vozit vet, ose me dalë në rrugë, mund të zhvillojnë edhe depresion, që shkojnë, në them asnjëherë stresi nuk shkon i vetëm, por gjithmonë e merr edhe një çrregullim tjetër me vete që mandej shkon deri në izolim social të tërësi, të jetë i paaftë për me zhvillu jetën sociale, jetën familjare edhe punën gjithashtu. Dhe për fund, si mund ta përmirësoj një njeri përballjen ndaj humbjeve? E kam fjalën për vdekjet. Edhe humbja, edhe fazat e pikëllimit janë të ngjashme me një ngjarje traumatike kur ne e përjetojmë. Sa më shpejt një individ që e kalon fazën e mohimit, sa më shpejt që e bind veten që kjo është një realitet i hidhur, aq më të lehtë do ta ketë me e tejkalu dhe me e pranu, domethënë me e tejkalu pikëllimin, me u përballë. Ajo që ne rekomandojmë personave që e humbin dikën. Sa më parë është me rëndësi t'i kthehet aktiviteteve të zakonshme që i ka pas para humbjes. Nëse ai ka qenë punë t'i kthehet punës, nëse ai ka dalë çdo ditë me pi kafe dikon, duhet të dalë sa më parë. Nëse ka pas zakon që të shkojnë fitnes ose dikon, vazhdim, domethënë, jetën sociale që e ka pas më herët është me rëndësi që më ju kthy sa më parë, kjo e lehtëson përballjen. Faktori fetor ka një rol të rëndësishëm te pranimi i pikëllimit ose i humbjes, për arsye se personat për shembull, të cilët janë fetar, studimet të tregojnë edhe përvoja klinike që unë kam prej vitesh, ata që e besojnë që kjo është caktim i Zotit, edhe e besojnë botën tjetër, dhe e besojnë që ata do të takojnë botën tjetër, e kanë shumë të lehtë me u përballë me humbjen të dashurve të tyre. Gjithashtu ritualet fetare, të cilat janë të parapame, me u realizu,
kanë indikim tepër të rëndësishëm në çdo çrregullim të shëndetit mendor, në këtë rast edhe me fazën e pikëllimit. Mandej lutja që bëhet ose bëmirësitë që bëhen në emër të personit që e kanë humbur, janë një proces që e mbojnë një lidhje të vazhdueshme emocionale me personin që e kanë humbur. Edhe kjo ndikon pozitivisht edhe në shëndetin e tyre emocional dhe shëndetin e tyre mendor. Kështu që janë tepër të rëndësishme, domethënë që festivalet i takojnë ta mësojnë sa më mirë dhe ta praktikojnë sa më shumë. Gültene, faleminderit që ishën në narracion. Faleminderit edhe juve, shpresojmë që të kemi qenë dobishëm.